Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Tronditse, dalin pamjet e ndaluara të Shpat Kasapit. Rrjetet sociale janë tronditur sërish pasi aktori dhe këngëtari i njohur Beskallaku ka publikuar disa pamje të tjera të Shpat Kasapit vetëm pak orë para tragjedisë që i mori jetën. Videoa ka hapur një stuhi emocionesh, pikëllimi dhe pyetje të reja për atë se çfarë ndodhi vërtet në ditët e fundit të artistit. Sipas burimeve, pamjet janë regjistruar gjatë një takimi privat mes tyre, ku Shpati shihej i qeshur, i qetë dhe as pak i ngjashëm me dikë që po përballej me trazira të brendshme. Ai shfaqet duke folur me humor, duke bërë plane për projektet e ardhshme dhe duke i premtuar Besit se vitin tjetër do të jetë krejt ndryshe. Sipas burimeve, pamjet janë regjistruar gjatë një takimi privat mes tyre, ku Shpati ishte shumë mirë dhe bëhet me dije se ishte para ditëve që ndodhi tragjedia e madhe.